duke kërku diçka me cilën ai s'po t'jep përgjigje, nëse shkon vazhdimisht në internet, Facebook, i çan mesazha, thirr në telefon. Pra, në këtë rast, kjo është vepër penale dhe njerëz nuk e dinë, dhe ndoshta ndonjëherë pikën pas një personi. Cila është një vepër penale që mund ta konsumojmë, ndërsa zakonisht nuk e dimë që është veprim i dënueshëm. Janë zakonisht dy vepra që ne nuk e dim ku janë kufit ose limitet e saj, është fotografimi dhe incizimi pa autorizuar. Zakonisht kjo bëhet kur ti incizon ose fotografon në hapësira private, ose në hapësira në cilën pala tjetër, personin ndaj cilit bëhet incizimi ose fotografimi, ka pritje të besueshme që është hapësirë private. Domethënë është një hapësirë që mundet me pas privatësi, me fol diçka të lirë, mu zhvesh, apo kupton me nejt në një gjendje të lirë, cilën s'mundet me pas në hapësirë publike. Kjo shumë shpesh din me u kry nga ana e personave caktuar pa dije, edhe ngacmimi një vepër cilën ti domethënë e bezdis, e shqetëson, e përcjell, vazhdimisht i shkruan ose vazhdimisht e thirr një palë, edhe për një arsye të qoftë lehtëshme, mirë po që ti e bezdis vazhdimisht, edhe ai njihet sikur ti je duke ngacmu, duke kërku diçka me cilën ai s'po t'jep përgjigje, nëse shkon vazhdimisht në internet, Facebook, i çan mesazha, thirr në telefon. Pra, në këtë rast, kjo është vepër penale dhe njerëz nuk e dinë, dhe ndoshta ndonjëherë pikën pas një personi, nëse dojnë dikar, ose dikush i ka bash mirë, po vazhdimisht shkojnë në vend punës, e thrasin, gjykata konsideron këtë rast që ka elemente të veprës penale ngacmimi, prandaj duhet jemi të kujdesshëm që të mos e bezdisim vazhdimisht një individ. Çfarë dënimi parashihet për këto dy vepra penale? Për veprën e parë parashihet dënimi deri në 3 vjet dhe dënim me gjuhë, po dhe për ngacmim për veprën penale, ngacmimit parashihet vepra në bazë deri në 3 vjet. Për dy veprat, nëse palët munden me u pajtu gjatë procesit, mundet me shkuar në procedurën e ndërmjetësimit edhe fare mos u dënon.